Do sugjerim për fundjavën. E jam Berat. S'ke qenë, duhet vish se s'bën në Berat. Ke qenë, duhet të rivish në Berat. Ndryshe në tetor, ndryshe në dhjetor, ndryshe në shkurt, ndryshe në verë, edhe ndryshe në çdo vend të Beratit që shkon, çdo kafe që pi, çdo ushqim që ha dhe çdo vend që rri. Një nga këta vendet ku mund të rish është edhe Hotel Heraklis, që është ky vendi këtu që shikoni, një pjesë luksi e ndërtuar në gurin e Beratit, edhe në këto rrugët e vogla të Beratit. Tani, ky hoteli këtu ndodhet tek rruga kryesore që shkon për tek Kalaja, si për pranata malore. Si shikoni, ka disa detaje shumë të bukura dhe gjërat që i nevojiten një hoteli të bukur, si për shembull ky kondicioneri këtu, apo si për shembull ky sefi këtu, në të cilin brenda mund të vësh parat e tua, futesh këtu, vë parat, vë orën, vë gjërat që ti do t'i mbash në një mënyrë të sigurt. Veç se sigurisë ka edhe komfortin, sepse ky dyqeku këtu që nga dyqeqet më të mirë që kam prekur unë, dhe po të flesh këtu të kënaqet shpirti me disa peshqir të freskët dhe të mirë siç duhet të ketë një vend i tillë, dhe nga pjesa tjetër, siç u thash, është dhe një super tualet me gur, me pjesën e drurit këtu çdo pjesë dhe një vend totalisht origjinal për të ardhur edhe ti. Kjo është dhe rruga që u thash, ky është Berati. Dhe nëse do shkoni diku në një fundjavë, se s'bën si fillim, do të vini në Berat, dhe se s'bën te Hotel Heraklis.